Mirë se vini në Fix Fare. Doktor, jam e lodhur e dërmuar. Ma beson apo jo? Po të thashme mos ik deri në Gjirokastër të lodhesh. Po që në Gjirokastër, më Gjirokastër thua më doktor. Po shpi më, baruam mbrëm emisionin, se s'mka dalë akoma lodhja e mbrëmshme mua. Baruam emisionin nga ora 9 e ca shkova në shtëpi. Fillova, laj, shplaj, bëj gjellën për sot në drekse. Po më, meru me djalin, vë lavatriçen, fillo dua një sallatë. Shpate. Po si shpata është detyrat e mia të përditshme, doktor. Çdo ditë njëjta gjë. Burri im më ka befasuar mbrëm. Se? Tha Fjor, tha nuk të shoh dot duke u lodhur kaq shumë. Ama nuk të shoh dot sa te lavatriçja, sa te kuzhina, sa te djali, sa te... Të lutem, tha ma mbyll pak atë derë. Përna? Është një falë sekund, nuk shifë dhe duke u lodhë, apo zotë me të paty? Nuk do të më shifë të fare. E prej lodhës e ka. E kupton që ishim neve. Ja, kështu, ta dishti. Nuk do të më dënoj me mos përfillje. Ti e kuptoj që e shtëpia ime te dera kanë vu 2 sy magjik. Se? Se 3 nuk më shohin mua. Dje festuam një qeshorin, festuam fëmijët, festuam dhe ne që jemi 40 e kusur, ose në prag të 40-ave, po flas për vetëm, po festuam, sepse kemi një shpirt fëminor. Unë që nga Liqeni, jo te Lodrat. Nuk shkove ti tek parku i Lodrave, që u inaugurua atje? Jo, shkova ke Liqeni, po jo te Lodrat. Po ti e ke zakon këtë, si shta kërkon tradita, doktor. Po dhe unë loza. Luajte, sa mirë bëre. Thashta, tregove edhe ti dje, si kur të dhe unë, treguam anën tonë fëminore, edhe vajzat gjithashtu, sepse gëzojmë fëmijët, gëzojmë dhe ne. Pam se sa të lumtur ishin fëmijët, sidomos në Tiranë, tek parku i Lodrave të inauguruar dje, sot do të shohim anën më dramatike të një qeshorit në Shqipëri. Dje, avokati i popullit ka organizuar një fest për të gjithë fëmijët e ngujuar në Shqipëri. Bravo, respekte. Respekte për avokatin e popullit, doktor, por është vërtet e trisht që ne diskutojmë ende në vitin 2016 fëmijët e ngujuar. Këtu vepron ende kanuni i lek Dugajgjini dhe kjo është e turpshme. E diti si kanë ardhur fëmijët dje, fëmijët e ngujuar dje në Tiranë, për të festuar. Në masa të repta sigurie. Të shohim pak se si kanë ardhur fëmijët e ngujuar dje në fest. Fëmijët e qendrës rezidenciale në Shkodër dhe ata të ngujuar kanë festuar një qershori në Tiranë. Në masa sigurie të shoqëruar nga policë, ata janë pritur në ambientet e avokatit të popullit. Ky institucion thekson se mbrojtja e fëmijëve është përgjegjësi e prindërve, por shteti duhet ju ofrojë atyre të gjithë të drejtat dhe kushtet që u nevojiten për një jetesë normale. Nuk e kuptoj se si policia ka shoqëruar këta fëmijë për të ardhur në masa të rrepta sigurie. Po duhet funksionoj shteti, më doktor, sepse për këtë shtet është vërtet e turpshme që fëmijët në vitin 2016 vinë ende në masa të rrepta sigurie, sepse kanë jetën e tyre në rrezik. Në vend të shoqëroni ata që i kërcënojnë këta fëmijë, në vend që të jemi në fund një herë mirë këtij fenomeni kaq të poshtër, doktor, si fenomeni që kaq shqetësues. Se ka bëfët me Rogja, asnjë tjetër. Po sigurisht se dinte ai, ca gjëra të mira i ka bërë vërtet, doktor, se jam e irrituar dhe ndoshta mund të them edhe ndonjë fjalë më tepër sonte, por ai të paktën ja kishte gjetur zgjidhjen. Ka 26 vite demokraci dhe për 26 vitesh gjakmarrja po bën kërdim në këtë vend. Fëmijët e ngujuar që nuk shohin dritën e diellit me sy dhe unë nuk e kuptoj se si janë të qetë këta politikanë, jo vetëm këta që janë sot në pushtet, po edhe ata të mit, doktor, që ishin para disa vitesh në pushtet nuk kanë bërë asgjë, ndoshta nuk më intereson të merret. Kur do shajmë parlament nga motra, nga gruaja, nga nëna? Po, se kur vjen puna, ti vi një mesazh kërcënues. Një deputeti bëhet nami, u kërcënua filan deputet. Po për jetën e këtyre fëmijëve, a mendoni, a jeni prindër atë çfarë jeni ju? Se vërtet, doktor, është vërtet... Jam, po plumbi nuk njeh as prind, as fëmijë. Po, unë se kuptoj, E kemi për burni,
se si dërdëllisin, se si flasin në parlament, kam dëgjuar sot me orë të tëra parlament. Askush nuk i përmendi këta fëmijë të ngujuar, askush nuk foli për një qershorin e tyre. 12 herë zotit Dule, sot, 12 herë doli. Më po të letë dalit e 15 herë, a i jepni do të zgjidhje këtyre fëmijëve, apo jo? A i jepni do të zgjidhje këtij fenomeni kaq të shëmtuar që bën ende ligji në Shqipëri, apo jo? Ndiqni pak pyetjen që i bëri një fëmijë dje avokatit të popullit. Dhe ndoshta e keni ju përgjigjen. Ndiqeni pak. Që ditën që na ka thënë mësuesja se do vinim në Tiranë tek ju, Xhaxhi avokat, mezi e kemi pritur këtë ditë. Por sa do zgjas ky gëzim për ne? A do vinë ndonjëherë dita që edhe ne të jemi si fëmijët e tjerë? E tulemi në bankat e shkollave pa frikë nga gjaksi si bashkëmoshatarët tanë. Nuk e di se kur do t'i japim përgjigje kësaj pyetje. Ja kemi drejtuar edhe mësueses tonë këtë pyetje. Por ndonë se ajo përpiqet të na jap shpresë dhe kurajo, shpesh si të saj mbushen me lot. Tashmë që po rritem e kuptoj shqetësimin e mësueses time. Dua që t'jap sado pak kontributin tim në luftën kundër këtij fenomenit, që ngujon edhe fëmijët vegjël, dhe t'jem një bashkë luftëtare në krah të mësueses time të dashur, që brezat që po vinë mos ta përjetojnë fatin ton. Edhe një herë faleminderit në emër të gjithë fëmijëve të pranishëm. Përgjigje kësaj vajzës. Jeni në gjendje t'i përgjigjeni? Vajzës së ngujuar të cilës i është privuar liria dhe është vërtet hall i madh për këtë shoqëri. Kjo pyetje dhe vajza këtë pyetje nuk ja drejton vetëm politikanëve, ja drejton gjithë shoqërisë shqiptare, sepse duhet të jemi të gjithë që të reagojmë, doktor, duhet të jemi të gjithë që të sensibilizohemi, të ndërgjegjësohemi për t'i dhënë fund një herë e mirë këtij fenomeni kaq të shëmtuar. Duhet të funksionojmë si shtet. Dhe deri tani nuk po funksionojmë si shtet, përderisa nuk vendosen para ligjit ata që kërcënojnë jetën e këtyre fëmijëve, sigurisht që ky shtet nuk funksionon. Nuk vepron ligji, se po të vepronte ligji, sigurisht që do ishin shmangur këto lloj fenomenesh. Kthejini përgjigje kësaj vajze dhe lërini retorikat, lërini demagogjit që dëgjojmë për ditë në ekran. Me leje, policët këne kanë dhe lënë provimi krasitjen e barit. E di, doktor, e di. Nuk do merre me këtë gjë. Kthejini përgjigje kësaj vajze. Nëse nuk ju vret ndërgjegja, atëherë... Nuk të s'kan takat. Jo, sigurisht duhet veprojë forca e ligjit, doktor. Kur të vjen veri pra, po? Publicitet.